E po këta Shqipnis, ku janë Shqipni, janë shqiptarë. Kur shkojnë jashtë, me njëherë nisin me mohu gjuhën e tëne, e prejardin e tëne, si të mas të atë famshmit. Për shembull, e pash një intervistë më herë që akon. Kur një reporter e pyet Leona Qerretin, hajtë që i thojnë Shqip, thank you, a e thë thank you. Së nësë flasë Shqip, unë jam Amerikane tash. Ndërsa, Dua Lipa nuk e thëtë kështu. Dua Lipa thëtë, shkërni, do me thonë, e rritën në Britani, ylli me fonë botërore, ja spjegon dhe fjallë Shqip, qysh më full Shqip, e ka zënat krenarin e të qenit shqiptare në një talk show shumë të rëndësishëm, shumë të shikuar Amerikan. Pra, po flasim plot kosovar që lindin e rritën në Gjermania, në Zvicra, në këtu, që ato fjallë që i din Shqip mënohen mi full me krenari. Ndërsa, këta të rritën shpesherë në Shqipni, e bom edhe me famë me Shqipni, ku shkojnë atje e mohojnë, nuk dojnë as me një që janë shqiptarë. Kjo në kuptën që na jemi krenarë me ata që jena, e ata nuk është që kanë ndonjë gjësi shumë të madhe. Prandaj, ne duhet jemi krenarë me ata që jena, edhe mos më na një heq për këtë punë, pasi që jena, kështu jena, ata tjerë janë qka janë, edhe s'kena nevoj me mohu identitetin tonë heq. Mos harroni, banoni follow.